kam thënë që po të filloj të bërtas njëri unë betë logikën dhe ti e ke këtë gjë. Kjo s'është ironizim. Jo, dakord. Ashtu si që unë kur bërtas për shembull që mund të kthehem në... Dakord, mëse unë kam thënë një fjalë. Unë kam thënë një fjalë që s'duhet thënë. Kam thënë një fjalë që po t'isha i qetë. Protestantët këtu tani që sa i mirë jeti, sa i mirë jam unë. Sigurisht. Nuk po i them në këtë, thjesht po them që unë e kam përmbajtur veten time dhe nuk bie pre e këtyre gjëve, sepse janë shumë ofenduese dhe shumë poshtruese për mua. Se nuk ka poshtrim më të madh. Me të pikturu? Po. Për mua ajo duhet dënuar, po. Nice. Sot bukën surratit? Po. Se ngela pa pi, e si kam pirë akoma ilaçet antigripin. Pse? Po si kam pirë pra. Po duhet i kishe pirë. Po do t'i pirë pastaj tani. As ilaç nuk kam pirë sot. Edhe as shurupin se kam pirë, as vitaminën nuk e kam pirë, as sprajtin për fytyn nuk e kam edhe. Se duhet i kisha bërë shumë gjest. Por nga ana tjetër shikoj të diçka tek ty që ka kjo që nuk man qëndrim me këta që debaton. Sa mirë ma të qëndrim me një vajzë që e pëlqen edhe ke më shumë xhanu të shtëpi që isha unë, dhe me këta njerëz ti nuk man fare qëndrim. Me ata s'kam një ndjesi për ata. Po as me Rozanën nuk e mban që e ke shoqe. Si? As me Rozanën nuk e mban qëndrimin që Çfarë bën Rozanën? Kur të debaton. Çfarë të tha dje? Edhe në Prime. Çfarë si thash? Edhe në Prime. Po, edhe? Çfarë nuk të tha? Çfarë do të bëj sot me Rozanën? Jo, nuk po bëni shkencë, po ti mbash qëndrim. Po pra ku? Apo nuk të lundojnë ato që të thotë? More ku e peti, më shef gjithmonë me Rozanën? Ti gjetë thjesht Rozanën, tu do uzën me Gertën. Ishe në salon me Rozanën. Po, sepse ka pushtetin që shtëpia duhet bëj çfarë thot ajo dhe po më bënte pyetje. Nuk i ka vazhduar akoma më duket pushteti. Ashtu më than. Nuk i ka vazhduar. Ashtu më than në mëngjes kur u futëm brenda. Edhe me Gertën sa herë diskuton, për shembull dhe debati shumë i zjarrt që ishte këtu, që ishte dhe momenti që po pikturonte mua, se çfarë nuk të tha. Edhe aq më tepër sot nuk e di se sot ka përshtypjen që pa diskutim që do t'i mbash qëndrim, se ato fjalë që ti tha ishin fjalë që nuk durohen. Ç'do më thënë të mbash qëndrim? Mbash qëndrim ndaj debatit dhe ndaj ofensave që bësh. Po që të mos t'i flasësh më. Nuk e parë t'i flas Gertës? Jo t'i flasësh